Të masave për përballimin e sezonit të zjarreve, prefekti i Qarkut Fier zhvilloi mbledhjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile me pjesëmarrjen e drejtuesve të institucioneve qendrore dhe vendor. Në takimin u diskutua mbi rritjen e gatishmërisë së strukturave përgjegjëse, forcimin e koordinimit ndërinstitucional dhe marrjen e masave parandaluese për mbrojtjen e jetës së qytetarëve, pronës dhe pasurisë natyrore. Në fokus ishte garantimi i një reagimi të shpejtë dhe të koordinuar në çdo situatë emergjente përmes bashkëpunimit të gjitha institucioneve të përfshira. Bashkëpunimi dhe parandalimi janë çelësi për një menaxhim më efikas të emergjencave. Kur të kalon kapacitetet e bashkive të drejtuesit të operacionit nga kryetari i bashkisë sipas përcaktimeve ligjore, si dhe intensifikimin dhe kontrollin nga Policia e Shtetit për identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve të zjarrvënieve. Thirrja e takimit sotshëm, kjo mbledhje sotshme zhvillohet në kuadër të zbatimit të detyrimeve që vijnë nga ligji 45/2019 të Mbrojtjes Civile. Siç e dini, ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe tani rreziku nga zjarret është maksimal, patjetër që ka rëndësi në momentin e zjarrit, por detyra jonë kryesore është parandalimi i situatave të zjarrit. Dhe pikërisht parandalimi mundohet vetëm duke pasur një bashkëpunim shumë fort, një koordinim të saktë dhe një reagim të menjëhershëm ndaj situatave.